Prokuroria e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për biznesmenen e njohur Elizabeta Dosti pas dyshimeve se ka përvecuar pasuritë e shoqërisë së privatizuar për udhim veshje, duke shkaktuar dëm të konsiderueshëm për aksionerët. Hetimet tregojnë se Dosti, në cilësinë e përfaqësuesit ligjore të shoqërisë, ka përdorur dokumente të falsifikuara për transferuar pasuritë te kompania, një shoqëri që në momentin e krijimit ishte 100% në pronësi të saj. Sipas prokurorisë, këto veprime datojnë në vitin 2013, kur Dosti dyshohet se ka kryer kalimin e të gjitha pasurive të paluajtshme, tokë dhe ndërtesa në mënyrë të kundërligjshme, duke shmangur procedurat ligjore të privatizimit dhe duke anashkaluar të drejtat e aksionerëve, të cilët ishin punonjës të ndërmarrjes shtetërore. Pasi ka kaluar pasuritë në pronësi të kompanisë së saj, Dosti dyshohet si ka dhënë ato me qira, duke realizuar të ardhurat të mëdha, ndërsa një pjesë e pasurive janë shitur për rreth 1 milion euro. Prokuroria nënvizon se janë identifikuar elemente qartë të veprës penale, të falsifikimit të dokumenteve dhe të pastrimit të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. Hetimet vijojnë për të përcaktuar vlerën e plotë të dëmit ekonomik, si dhe për të identifikuar çdo person tjetër që mund të ketë qenë i përfshirë në skemën e dyshuar të përvetësimit.